Shqipëria renditet si një nga 10 vendet që ka numrin më të lartë të burgosurve në Europë në raport me popullsinë, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat. Sipas të dhënave që për Shqipërinë janë të disponueshme për vitin 2023, në vend kishte 182 të burgosur për 100.000 banor nga 113 që është mesatarja e Bashkimit Evropian për vitin 2024 dhe 111 në 2023. Rekordin në Europë mban Turqia që nga viti 2024 kishte 342 të burgosur për 100.000 banor, gjithsesi me rënje nga viti më parshëm, kur shifra ishte 449. Në Shqipëri, pjesa më e madhe të burgosurve janë meshkuj, ndërsa përqindja femrave është më e ulta në Europë, me vetëm 1.4%. Mesatarja femrave të burgosura në Bashkimin Evropian është 5.5%.